Rezolutën Parlamentin e Shqipërisë për genocidin serb dhe kënaqen gjitha masturbohen me idenë që vajti Rama te Vučići dhe i tha Kosova është realitet. Po çfarë realiteti? Kosova është realitet se deshën shqiptarët e Kosovës me ndihmën e amerikanëve për ty. Ti ja kishe lënë Kosovën Serbisë edhe ja kishe fal, edhe ja kishe çu dhe armë për ta bombardu. Se ne i njohim ta. Se kush janë. Vjen një shqiptar i Kosovës në Vlorë, neve e blejmë bukën 80 lekë, ti e blen bukën 2 euro. Hajde se ha, futja këti, futja, hajde. Ne zomën 100 euro, juve 200. Të janë të vërteta, valla. Po janë të vërteta, valla. Fatkeqësisht. Po është të tmerrshme, kjo është linja UDB-s. Për çaj shqiptarët me njëri tjetrin se s'ka brirë UDB-ja. Ne i dim kështu, jam i veshur me pardesy dhe me trëndafil të kuq, me i kështu zëri popullit, me i gazetë zëri popullit, jam të pisha aty. Nuk kam më kështu, këto janë Hollywood. Kjo është linja, fut përçarja. Sadria është i keq, Shpendi është i keq, Çau, futen dy shqiptarë me uvrame njëri tjetrin përfitoi armiku. Si ka thonë Gjergj Fishta, ne jemi siç na do armiku, valla. Absolutisht. Vajtuna plotësisht. Po çka nëse për shembull hipotetikisht unë nuk po besoj Shpend, po nëse për shembull protesta dështon se diçka, e merrni përgjegjësi ju. Në qoftë se protesta dështon, unë jam i parë, po nuk e di probabiliteti ekziston, se nuk varet nga neve. Ta kam thënë, ne nuk jemi organizator, ne jemi mirëmbajtës qenë roje, si duash ti. Aty ka shumë njerëz të cilët luftojnë janë flursa, luftojnë për interesat e tyre, se ku ka shumë, si të mund, kalabëllëk, mal pa s'ka. Ka edhe dera që futen edhe leku, dhe ajo protesta vlen 40 miliard. S'ka fjallë. Ka vlen 40 miliard dollar, si protest, si kapacitet ekonomik, janë 4 buxhete shtetërore, se luhet pushteti aty. Tani në ka 20 miliard për 4 vjet, nuk ka politikanët lek me i shkrit 100 milion, 200 milion euro për me prish, për me kursye ato tjerat, po e bëjnë. A ka pa buksa në shpirt, se s'po themon se të varfër kemi qenë gjithë, kush bën që kemi rritur ne shqiptarët nga Versaja, gënjen veten i shkreti. Po, absolut, buke speca e në rrit gjithë. Buke speca e në rrit gjithë. Po ja dalim me zotësi, pas zotësi, futja, po ja dalim, a kupton? Po ka që është vlla. A kupton lajnda, nuk ka, si tu është, janë pa buksa në shpirt, shiten për 5 aspra. Shiten për një borxh, shiten për një kredi, shiten. Rezistenca, ndalon njerëz të rinj, po profe, po duhet kështu, dhe kur i bëj pyetën, ç'a kontributori jete ajo protestë? Po unë vit +1. Po ti hajde mor vllai dhe më futu njerë me neve aty, ngri njerë teza e gjitha me ra, pastaj më fol me imperativ kategorik. Ti je nga Kolltuku, vjen për ne pjesë të bukur aty, se ka vajza të bukura Shqipëria, sa duash, do me i gjujt ato edhe thua po dalin protest. Jo, ti s'del protest vlla. Protest jam unë, avokati, gjithë njerëzit aty që kemi dalë me fytyrë Ramës, po na godet Auland Balla, Rama, X na i quajnë fashista. Në me ju kanë thirrë edhe antiterrori e kanë thirrë. Avokatin antiterrori e ka thirrur. E ty ju halo, ha? Mua jo akoma, mua më përgjojnë. I kanë fansa unë, se më dërgojnë donacione. Na s'ki vol në telefon. Jo, më dërgojnë donacione. A ki vol në telefon ajo? Për zotin mua më dërgojnë donacione valla. Po, ha? Po, në YouTube. Më ndjekin, nga që më ndjekin gjithë, kur jam me avokatin. Po talon ti të ka shpërndau, balla. Na bërin der mua, ty të betohem vlla, po të kishe mundësi me mbledh 200.000 euro bashk, me ato ore na përmend njerëzit na rritësh PR-in, në botë na e kishte bënë, na e bëni falas. Nxori Koqia shoh me fytyrën time. Jemi 2-1 vlla. Do të gjitë për ta. Në këtë rast do të gjitë për Taulandin. Do të gjitë Taulandin, Taus. Rikthehemi përsëri se s'po duam me të bosh te ajo që ka thonë referendum se i ka thonë dosane shumë të mira në Facebook. Cilat janë ato që i ke thonë Facebook, besoj. Shikoj, në radhë parë unë jam për një gjykatë speciale për pronat. Kam bërë ta teza, i kam bërë teza duke konsultuar